Zjarri i madh. Starton Big Brother VIP Kosova 4, përgjigja finale ja lista e plot e vendeve ku e shikon nga e gjithë bota. Pritja e gjatë dhe plot kuriozitet e adhuruesve të reality show-t më të madh në rajon. Big Brother VIP Kosova ka marrë fund. Edicioni i 4 i këtij spektakli gjigant, i cili premton të sjellë surpriza, emocione dhe personazhe VIP plot karakter, do të nisë sonte me prajmin e parë madhështore. Një numër i ri banorësh të famshëm janë gati të futen në shtëpinë e shumë përfolur, duke i dhënë starti një aventure që do të zgjasë me muaj. Për të siguruar që asnjë shikues, qoftë brenda apo jashtë Kosovës, të mos e humbas këtë nisje historike, fytyra kryesore e formatit, moderatori i mirënjohur Alaudin Hamiti, ka shfrytëzuar rrjetet sociale për të shpërndarë një njoftim të detajuar. Ky njoftim shërben si një udhëzues i plot për të gjithë publikun mbi çdo platformë ku do të transmetohet eventi drejt për drejt. Platformat zbritëse dhe digjitale ku transmetohet prajmi i parë. Në njoftimin e tij të shpërndar vetëm pak çaste para nisjes, Hamiti konfirmoi se prajmi i parë do të jetë plotësisht i qashëm në një gamë jashtëzakonisht të gjerë të platformave televizive kablore dhe atyre digjitale. Kjo strategji synon të maksimizojë shikueshmërinë, duke përfshirë çdo shtëpi dhe çdo pajisje. Televizioni kryesor, Klan Kosova, platformat kablore, Artmotion, Digital, Tring, Nimtv, platforma globale digjitale, YouTube. Rëndësia e transmetimit në YouTube është veçanërisht e lartë. Kjo qasje direkte u lejon shikuesve shqiptar dhe adhuruesve të formatit në diasporë, kudo në përbot, të shohin live dhe pa ndërprerje momentet kyçe të mbrëmjes, përfshirë hyrjet e banorëve dhe zbulimin e dinamikave të para. Kjo pritet të rrisë ndjeshëm audiencën globale të formatit. Me këtë njoftim të detajuar, Alaudin Hamiti jo vetëm që ka rritur transparencën, por ka shtuar edhe mëtejetjen e publikut për të zbuluar emrat e banorëve VIP që do të hyjnë sonte dhe për të parë se si do të ndërveprojnë personalitetet e ndryshme sapo të bashkohen brenda mureve të shtëpisë më të famshme në Kosovë. Pritet që sonte të thyen rekorde shikueshmërie, duke e kthyer këtë prajm në një nga ngjarjet më të komentuara të vitit.